E falendrojmë madhninë Allahut që është një dhe përveç tij tjetër s'ka. E falendrojmë Allahun që na përzgjodhi neve të jemi ata që e besojmë Allahun të vetmin që meriton të madhrohet dhe të falendrohet. Ata e lusim për udhëzim dhe për falje. Allahu na fal, ja Rabbel Alamin. Ja kërkojmë Allahut më të madhen, ajo është që Allahut na mëshiron dhe në Xhennetul Firdaus nasip na bën, ja Rabbel Alamin. Salatet dhe selamet ja dedikojna krijesës më të dashur të Zotit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, që Allahu e dërgoi rahmet lil alamin, familjes tij, shokëve dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm në këtë xhami e lut Allahun që Allahut na ketë fal gjunahet, gjumaja deri në gjuma, namazit deri në namaz është falje gjunaheve. Allahu na fal, ja Rabbel Alamin. Zakonisht te ne njerëzit kur të marrin udhëtim dikon larg, i thojmë a je bë gati për në udhëtim. Ata që shkojnë gurbet, ata që shkojnë udhëtime të punës të largta, e ato që bajnë rrugë të gjatë dhe ashtu me radhë, a je bë gati për udhëtim. Ata që kanë darsëm, ndoshta me mujë si ze gjumi për përgatitjen teknike të darsmës. Se qysh ka me bë darsmën, e qysh ka me thirr dasmort, e ku ka me organizu, e cilin restoran ka me zanë, dhe e lodh trunin ndoshta me mujë dhe nuk e ze gjumi se qysh do të del darsmja në fund. I thojmë përgatitje darsmës. Çka lagjë është lagja e tregtarëve, kur kujna nuk i huq sezona, kur kush nuk bjen papuçe në pikë dimnit këto. Ama në pikë dimnit bin qizme. Mallin e sezonës verës e bin verës, kur nuk e gabojnë me pru dimnit dhe të kundërtën. I thojnë përgatitje e biznesit. Ata që miren me ndërtim e kanë projektant i vizatojnë mirë statikën, arkitekturën, njëherë bojnë vizatimin, e caktojnë buxhetin, e caktojnë vendin, masane grumbullojnë materialet edhe ta na i thirin argat dhe e bojnë ata. Faktikisht, për udhëtim po bëjsh mi hazër. O vallai hoxh shtrejt hotelet në verë, pi që ta është e kumbon Antali rezervimin. Pse? Atëherë ma shtrejt ta shmalir. Edhe e ban përgatitjen e pushimit. Do thotë neve nuk janë të na hik përgatitjet e me ndrejt shtëpijen, e biznisit, e udhëtimit, e pushimit, e darsmës. Pyetja dhe mesazhi i hutbës është: a je gati për mejdanin më të mirë, a je gati për Ramazan? Dhe cilët janë përgatitjet e Ramazanit? Çka duhet mu bë gati muslimani për Ramazan? O vëllezër, Ramazani thjesht nuk është veç një muj, sikur muj të rëndon 12 muj tjerë. Është një muj i veçantë. Është një takim i veçantë me Allahun. Ne takomi dhe sot kemi ardhur në takim me Allahun. Namazi është takim me Allahun. Namazi është takim me Allahun. Kurani është takim me Allahun. Mejdani më favorit, më i veçantë i besimtarit është muji i Ramazanit. Ramazan që asnjë ummet nuk e ka pas, e ka vetëm ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A je gati me dalë në takim me Allahun mujin e Ramazanit? Është një ftesë për m'ju kthy ti vetvetes tamam, me bët kuptimin e fjalës njëri. E ke harru Zotin 11 muj. Tash, a je gati me dalë në takimin e shpesht me Allahun në këtë muj, mu kanë lidhje të ngushtë me Allahun subhanahu wa ta'ala. A je gati për Ramazanin që ti ta pastrosh zemrën dhe ta pastrosh shpirtin tanë? A je gati që në këtë Ramazan Allahu ty dhe unë sot që jena musliman, para 1400 viteve zbriti këtë Kur'an Muhamedit a.s. kur zemrat e njerëzve të ishin tërsume, bashkë në Ramazan i ndriqoj. A je gati ti në Ramazan me ndriqu zemrën tënde? O vëllezër, Ramazani thjesht nuk është Ramazan si një muj tjetër. Është Ramazan që shumë ftyrat juve që jam t'i pa, në Ramazan 11 muj nuk t'ka lotu syni, a më shumë muslimani sheh që loti tyre bjen sejdë në mujin e Ramazanit. Atë ka shku pyetje vetis mi ban dhe njëherë: hoxh, vallahi si egër jem ban, në Ramazan syni më loton. Kjo është veç me rahmet Allahut për hir të Ramazanit. Atëra e ke ban vetën hazër dhe loti që ti
i ban sejdë dhe Allahut dhe me lotin tanë që i ban ibadet Zotit, çaj lot është dëshmi dhe shkymje zjarmi xhehenemit në ditën e Kiametit. Allah i nasip na boft. A je gati në Ramazan mi qu durt, mi lut Zotin, mi ban lutje, mi ban dua. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dhe kur t'ju pyesin juve, kur të kërkosh ke Allahu, inni qarib, Allah po thotë jam shumë afër. Në Ramazan ti afroju shumë afër Zotit, Allahu shumë afër teje. Ama nëse ti largohesh dhe si e gati për lutje, si e gati për sejdë, atë Ramazani bëhet muaj i rëndomt. Mos e ban muajin e Ramazanit sikur muajin tjetër. Përgatite synin për me lotu. Përgatite durt me ngrit Allahut me lutjet e tua sinqerta para madhnisë Allahut. Ramazani thjesht nuk është një muaj darka që i ham të rëndomt të çdo nat. Por Ramazani e ka një moment iftari që ta mbush zemrën me knatësi dhe me gëzim. Ta mbush zemrën me hamd dhe me falënderim që i takon madhnisë Allahut. Kush meriton më shumë mi thon hamd Allahut, me falëndëru se Allahu. Ai që na ka bën më shumë ti mirë, të ka kriju njeri, të ka dhënë udhëzim, të ka dhënë shëndet, të ka dhënë familje, të ka dhënë muaj të Ramazanit, të ka çarros. Asnjë ummet nuk është i çarrosur sikur është ummeti i Resulullahit alayhis salam me muajin e veçantë, me muajin e Ramazanit dhe me momentin e iftarit dhe syfyrit. Syfyri dhe iftari që i bashkon familjet. Ky Ramazan është falje për gabimet dhe për një fillim të ri. Prandaj bënu gati për këto që i thash deri tash. Ndoshta ne kur nuk jemi hazër sa duhet. As në punën e përditshme ato që i përmenda shembujt, por ti duhet ta dhapish maksimumin. A unë po ju tham një sen. Ramazani është i gatshëm më na dhon Allahu. Nëpërmjet këtij Ramazanit na jep falje, na jep udhëzim, na jep rahati, na jep mëshirë, na jep dashuri, na jep bujari dhe na jep shumë mirësi tjera. Prandaj bënu gati për këtë muaj të veçantë. Porosia imja konkrete është se zaktën këto fjali keni ndëgju, por dy janë kryesore shumë. E para është përgatitja shpirtërore, edhe e dyta është përgatitja fizike. Cila është përgatitja shpirtërore e muajit të Ramazanit? E para është forcon njetin për agjërim, se unë kam e hin këtë mejdan të mirë të Ramazanit, që kam e madhru Allahun, por nuk mund është pa e pas njetin e fort. Asë një ibadet nuk pranohet nëse njeti nuk e kitë sinqert për Allahun. Po agjëroj se po agjërojnë kejt, po falë se po falën kejt, kur më se banë këta, nuk të banë të kabul. Forcoje njetin se ti ki për Allahun nevoj me agjëru që Allahu më të falë bigajri hisab, pa hesab. Unë kam nevoj me hinë në Ramazan me lutë Zotin mi aqu dur të nalë dhe mi thonë o Zot të dhëzëm dhe forcëm, o Allah më shiram, o Allah largoma gjahiljetin, ignorancën, kibrin, kyrenëtsien, o Allah zbut ma zemrën. Ai që ta zbut zemrën është Allahu, ai ta ka kriju. Ai që ka ta udhëzën zemrën Allahu, është ai. Wa man yu'min billahi yahdi qalbe. Ai që beson Allahun ja udhëzon. Mundësia udhëzimit, rikthimit tek Zoti është muaji i Ramazanit. Prandaj përgatite shpirtin dhe njetin tan që ti rikthehesh Allahut. Shto lutje dhe leximin e Kuranit, se Kurani është ushqimi më i mirë i shpirtit që jep energji për me shku ka Allahu. Dhe e treta, përgatitja e tretë shpirtërore është kërko falje prej Zotit, fali njerëz të tjerë dhe pajtoju se nuk mundesh me qenë më të falë Zotit derisa ti nuk falë. Dhe këto janë tre mesazhe shpirtërore. Praktika e dytë e muajit përgatitjes Ramazanit dhe përfundoj është planifiko 2 momente të shumë të rëndësishëm. Mos u kujdes se çka ki me pas në sofër. Çfarë menyje në sofër? Ki me thirr, ka më të thirr dikush, ki me shku, mos i bani industri iftarat. Bani për hir të Zotit, se në ato momente janë momente të gëzimit më të veçantë. Përgatite gëzimin sofër që kur ti çojsh durt momentet ta përgatitsh lutjen e sinqert për Allahun. Prandaj 2 momente të Ramazanit janë të veçanta ku pranohen lutjet, janë lutjet e iftarit dhe lutjet e syfyrit. E dyta, krit na kemi obligime, dikush në shkollë, dikush në fakultet, dikush në punë, e reduktoje. Organizoje Ramazanin, jo me punë të dynjas, por reduktoje pak, s'po tham që s'duhet me punu, duhet me shku në shkollë, duhet me shku në punë, por kohën e namazit,
kohën e Kur'anit, kohën e dhikrit, kohën e dersit. Mundaju me reduktu se kjo është sezona e artë e ndryshimit tanë me Allahun. Përgatito edhe me trupin tanë, organizo orarin e punës dhe shkollës tanë, qysh ta madhrosh Allahun. Dhe e fundit, përgatito trupin gradualisht. Qysh me përgatit? Dikush ka më thonë, hoq, ku po prejka ty ku s'duhet. Ju shka pini cigare, ju shka pini duhan, më stonim ka zonë Ramazani. Po nisë janë i pisodit ralloni, kur zjenë mu i Ramazanit banu i gatshëm. Shpesher na jalana kafës ta prish Ramazanin, duhani ta prish Ramazanin. Që kjo është iman, që kjo është agjerim, me shiu momentin e sakrificës të agjerimit për hir të Allahut. Atëherë nëse bëhesh gati për udhtim, që shfillova, bëhesh gati për shtëpi, bëhesh gati për biznes, banu gati për biznisin më të shtrenjtë, që s'del humbje kur, ajo është biznisi i Ramazanit. Del fitimtar, thot Resulullah a.s. i pafat është ai i cili vjen Ramazani dhe nuk del i falur nga Zoti. Allahu na baf nga ata që ka përgatitemi për këtë Ramazan. Allahu na baf nga ata që ka përgatitemi shpirtin dhe trupin dhe përgatitemi me mirëqenien ton që ta lutim Allahun që Allah të na jep forcë, energji dhe hymër të dalim deri në fund Ramazanit duke madhruar Allahun. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.